Gratë në Maqedoni gjithnjë e më vonë bëhen nëna. Sipas të dhënave të Spitalit të Posaçëm të Ginekologjisë dhe Akusherisë Nën Tereza në Çajir, në vitin 2005 numri i grave që fëmijën e parë kanë lindur mbi 30 vjet përbën 6% të numrit të përgjithshëm të lindjeve. Ndërkohë të dhënat e fundit nga viti 2017 tregojnë se kjo përqindje ngjitet deri në 36%. Ginekologët paralajmërojnë se mosha e nënës e rrit rrezikun e shtatzënisë dhe ndikon në gjendjen shëndetësore të fetusit. Jedna 25-годишна жена Nëse një 25 vjeçare ka shansi 1 në 1800 të ketë një fëmijë me sindromin e Downit, do të thotë 1800 femra nga 25 vjet t'i renditin dhe njëra do të ketë një fëmijë me sindromin e Downit. Në moshën 40 vjeçare, kjo është 1 në 100, në 45 vjet, kjo është një grua në 30 gra. Faktor shumë i rëndësishëm është mosha e nënës. Fenomenin që ka kapluar vendin, sociologët e lidhin me shumë faktorë si pozita e gruas në shoqëri dhe gjendja ekonomike në të cilën jeton. Kjo ka të bëjë me shkatrimin e sistemit tradicional të vlerave. Filloi një proces i shpejtë i ndryshimeve, të cilët e thellë hyjnë në ato sfera. Gratë janë të emancipuara dhe janë në proces të karrierës, në procesin e edukimit. Pastaj pozicionohen në shoqëri dhe lindja në vetvete do të thotë ndalimi një pjesë të atyre aktiviteteve që kanë të bëjnë me komunitetin e gjerë. Sipas të dhënave zyrtare të Entit Shtetëror të Statistikës, në vitin 2016 mosha mesatare e nënave në vend që kanë lindur fëmijën e tyre të parë është 27 vjet. Mosha mesatare e femrave në numrin e përgjithshëm të lindjeve është 29.4 vjet në zonat urbane, kundrejt 27.7 vjet në zonat rurale.